Pikpamjet të tij për prokuroritë dhe për gjykatat, për atë se si kërkohet dhe si zbatohet masa e paraburgimit, ka edhe sektori qytetar. Европскиот суд за човекови права во Страсбург е многу дециден по однос на тоа прашање и категоричен. Значи, кога се определува мерка притвор, мора за секој поединечно, иако постојат повеќе, обвинети во случајот, мора да биде образложено за секој поединечно зошто се определува мерката притвор. Значи, тие решенија не можат да бидат носени колективно. Duke kërkuar informata për masën e paraburgimit në për labirinte gjyqësore, u siguruan këto të dhëna për vitin 2016. Prokuroria Themelore Publike ka kërkuar 105 masa të paraburgimit. Prej tyre, gjykata ka miratuar 90 arrestime me burg, 13 paraburgime shtëpiake dhe 2 masa të kujdesit. Prokuroria Speciale Publike ka kërkuar 23 masa të paraburgimit, ndërsa gjykata ka miratuar 3 paraburgime shtëpiake, 1 masë të kujdesit dhe 0 arrestime me burg. Në gjykatën themelore Shkup 1 janë kërkuar 142 masa të paraburgimit. Prej tyre janë shqiptuar 126 arrestime me burg dhe 13 paraburgime shtëpiake dhe janë shqiptuar 3 masa të kujdesit. Nëse puna e gazetarit në ambiente ku cënohet demokracia është një punë shumë e vështirë. Në këto kushte kemi institucione që nuk janë transparente, kemi institucione që janë të armiqësuar, kështu të them, me gazetarët dhe kemi një frymë të përgjithshme e cila vështirëson edhe më shumë punën e mediave dhe gazetarëve. Andaj mendoj se të punosh në këtë ambient si gazetar dhe në këto kushte siç punojmë ne këtu në Maqedoni është vërtet një sfidë e madhe. Ka shumë raste, nga të çdo storie holumtuese has në pengesat që janë të natyrës gati të njëjtë, pra të mbylljes së institucioneve, para mbylljes tyre jo ndaj neve si gazetarës, ndaj mediave, por mbylljes ndaj publikut. Sipas një rregulli të pashkruar, pra aty ku në një institucion ku ka mbyllje, ku nuk ka transparencë, pra fshihet diçka. Nuk mund të them se të gjitha ka bllokadat njëjta. Ka raste që institucionet veprojnë mbas ligjit dhe në kërkesat tona për të marrë informacion të karakterit publik, ato përgjigjen pra konform ligjit dhe i dërgojnë të njëjta. Po ka raste që kur bëhet fjalë për mbrojtjen e ndonjë të fuqishmit të politikës, atëherë natyrisht se edhe institucionet kanë frikë që shpalosin dokumente ose janë të kontrolluara nga partitë të caktuara. Во Македонија новинарите живеат, истражувачките новинари со нив под секое ниво на човековото достоинство. Потоа се политичките притисоци, притисоците на мокните. Ние сме се соочувале, и тоа интересно е што тие закани стануваа почести по објавата на бомбите, особено во последната година, кога се скроија и првите обвиненија од страна на специјалното јавно обвинителство, сме имале закани по нашиот дури и физички интегритет, сме имале разни притисоци, да не зборувам за финансиските притисоци на кои сме изложени со години и кои не направија зависни од буџетите на странските па и домашните донатори, но не можеме компетитивно да работиме на пазарот, бидејќи пазарот не е комерцијален, пазарот во Македонија е идеолошки и од тука независните медиуми тешко можат да обстојат во ситуација во која владата и партијата одлучуваат кој ќе добие пари, кој каде ќе се рекламира и кој што ќе прави.